Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët në klasën time virtuale. Unë jam Zysha dhe jam shumë e lumtur që keni vendosur të nisni këtë aventurë me mua. Sot nuk po bëjmë thjesht një video, sot po hedhim tullën e parë të një kështjelle të madhe që quhet gjuha gjermane. E di, keni dëgjuar që gjermanishtja është e vështirë, që gramatika është si labirint, por më besoni mua, nëse e marrim shtruar, hap pas hapi, do të kuptoni që është një nga gjuhët më logjike në botë. Në këtë leksion të parë, do të mësojmë bazat absolute, si të përshëndesim, si të themi emrin ton, si të tregojmë ngavim, dhe më e rëndësishmja, do të kuptojmë ndryshimin e madh mes ti dhe ju në kulturën gjermane. Para se të fillojmë, bëni atë që duhet bërë. Klikoni butonin subscribe dhe zilën e njoftimeve, sepse ky është një kurs i plot dhe nuk dua të humbisni asnjë hallk të zinxhirit. Gati? Merrni fletoren, lapsin dhe një kafe. Fillojmë. Gjëja e parë kur takojmë dikë është përshëndetja. Gjermanët janë shumë të saktë me kohën, ndaj edhe përshëndetja varet nga ora. Kemi dy kategori, formale dhe informale. Le ta nisim me ato që i përdorim me miqt, familjen apo moshatarët. Informale. Halo është fiks si tung ose ç'kemi në shqip. Është universale, por kujdes, mos e përdorni në një intervistë pune serioze. Hi, shumë e përdorur nga të rinjt. Tani kalojmë te ato formalet që lidhen me kohën e ditës. Guten Morgen, kjo thuhet sapo zgjoheni deri rreth orës 11 të paradites. Guten Tag, kjo është mbretëresha e përshëndetjeve. Përdoret nga ora 11 deri rreth orës 18, pra gjithë ditën e punës. Guten Abend, pas orës 18, kur dielli ka perënduar ose jeni në darkë. Pasi tham Guten Tag, duhet të prezantohemi. Si themi unë quhem, kemi 3 mënyra. Unë dua t'i mësoni të trija, që të tingëlloni natyral. Mënyra 1, më e përdorura. Ich heiße, unë quhem. Shembull, ich heiße Zysha. Këtu folja është heißen. A e shihni atë shkronjën s, ajo quhet SZ ose schwarze S dhe lexohet si një s e fortë. Mënyra 2 me foljen jam. Ich bin, unë jam. Shembull, ich bin Zysha. E thjesht, e shkurtër, e qartë. Mënyra 3, zyrtare. Mein Name ist, emri im është. Shembull, mein Name ist Zysha. Provoni ta thoni tani me zë të lartë emrin tuaj. Ich heiße. Bravo. Tani ndaloni pak. Kjo është pjesa më e rëndësishme e leksionit 1. Nëse doni të pyesni dikë si quhesh, duhet të dini kë keni përballë. Gjermanishtja e ndan botën në 2 pjesë. Du, ti, për misht, fëmijët, familjen, kafshët. Zi, ju, për të panjohurit, për shefin, për pedagogun, për shitësin në dyqan. Kjo zi shkruhet gjithmonë me gërm të madhe. Ja si bëhet pyetja. Informale, shokut, wie heißt du, si quhesh ti? Formale, shefit, wie heißen Sie, si quheni ju? Vini re ndryshimin të folja? Heißt, vs heißen. Këtë do ta shpjegojmë te tabela e gramatikës pas pak. Në seksionin 4, origjina. Woher kommst du? Në ekran. Harta e Europës, shigjeta nga Shqipëria, Kosova drejt Gjermanisë. Zakonisht pas emrit vjen pyetja nga vjen, për këtë na duhet folja kommen, vi, dhe parafjana aus, nga. Struktura është ich komme aus, unë vi nga. Këtu kemi një detaj shumë të rëndësishëm për ne shqipfolësit. Dëgjoni me kujdes. Nëse jeni nga Shqipëria, ich komme aus Albanien. Pa nyje, thjesht Albanien. Nëse jeni nga Gjermania, ich komme aus Deutschland. Por, nëse jeni nga Kosova, ich komme aus dem Kosovo. Pse dem? Sepse Kosova në gjermanisht është emër mashkullor, der Kosovo. Dhe kur themi nga, ajo ndryshon. Mos e vrisni mendjen për gramatikën e thellë tani, thjesht mësojeni përmendësh kështu. Ich komme aus dem Kosovo. Tani, le të bëjmë pak matematik gjuhësore. Foljet në gjermanisht ka një rrënjë dhe një bisht mbares. Bishti ndryshon sipas personit.
Marrim foljen common, me ardh. Rënja është kom. Shikoni tabelën. Kur flas për veten, ich, shtoj e. Ich koma. Kur flas për ty, du, shtoj st. Du kommst. Kur flas me ju, zi, shtoj n. Zi kommen. Kjo është rregulla e artë. Mbani mend. Ich, e, du, st, zi, n. Mund ta mbani mend si esten. Mjaft me teori. Le ta shohim në praktik. Imagjinoni sikur unë jam në një kurs gjermanishteje dhe takoj një djalë, Martinin. Hallo, ich bin Zysha. Wie heißt du? Martini. Hallo Zysha. Ich heiße Martin. Zysha. Woher kommst du, Martin? Martini. Ich komme aus Deutschland. Und du? Zysha. Ich komme aus Albanien. Martini. Ah, schön. Ah, bukur. A e vutre? Përdorëm du, sepse jemi të dy student. Detyra juaj tani. Kthejeni videon mbrapa dhe përsëriteni këtë dialog me zë të lartë. Mos kini turp, askush nuk po ju dëgjon. Dhe siç e nisëm me përshëndetje, duhet ta mbyllim me mirësjellje. Si themi miru pafshim? Auf Wiedersehen. Kjo është formalja. Do të thot fjalë për fjalë deri në rishikim. Tschüss. Kjo është e preferuara ime. Përdoret kudo, është si ciao, e shkurtër dhe ëmbël. Tschüss. Bis bald. Shihemi së shpejti. Të dashur nxënës, ky ishte leksioni 1. Urime. Sapo keni mësuar të prezantoheni në gjermanisht. Nuk ishte dhe aq e frikshme apo jo? Detyra e shtëpisë. Dua që poshtë në komente të shkruani një prezantim të shkurtër për veten tuaj. Modeli. Hallo. Ich heiße emri. Ich komme aus vendi. Unë do t'i lexoj komentet dhe do ju korrigjoj nëse keni gabime. Është shumë e rëndësishme të filloni të shkruani që sot. Nëse kjo video ju ndihmoi, ju lutem bëni like dhe shpërndajeni me atë shokun ose shoqen që ka 2 vjet që thot do filloj kursin dhe se fillon kur. Sot është dita. Shihemi në leksionin 2, ku do mësojmë numrat dhe profesionet. Deri atëherë, auf Wiedersehen dhe tschüss.